Po vazhdojmë me recetën. Në fillim hedhim një gotë 200 ml me ujë të ngrohtë, 200 ml qumsht i ngrohur gjithashtu, një lugë kafeje me sheqer, shtojmë gjithashtu të bardhën e vesë, ndërsa të kuqen do ta lëm për lyerjen e bukës. Vazhdojmë i përzim të gjithë përbërësit bashkë, e mandej shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Këtu do hedhim edhe 50 ml vaj. Miell derisa të formohet brumi. Shtojmë krypën edhe majën e bukës, pra 10 gram maja buke të thotë ose 20 gram maja buke të freskët. Po vazhdoj për e përzi që maja e bukës të shkrihet, pra me miellin edhe me krejt përbërësit e tjerë. Shtojmë një lugë të gjellës me kryp, përsëri e shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Pra nuk mund t'ju them me saktësi se sa miell mund të shkoj, sepse kemi hedhur tek brumi vesë. Vazhdojmë edhe formojmë bukën. Në fund, pasi kemi formuar, tash e lyej me pak vaj, që mos të vendoj korembe. Pasi brumi ka pushu mjaftueshëm mirë, pra kështu siç mund ta shikoni është dyfishu, tash po vazhdojmë edhe po e punojmë. Largojmë pra ajrin e tepërt, edhe e marrim brumin, e hedhim tek tavolina e punës dhe vazhdojmë brumin e ndajmë në pjesë të barabarta. Gjithsej nga ky brum do të ndaj 15 kuleç të vegjël. Pasi brumin e kemi ndarë, vazhdojmë edhe i formojmë kuleçt. Pasi që t'i formojmë kulaçat, do t'i lajmë kështu anash. Mandej sërish do t'i marrim edhe një herë, pasi që i kemi përfunduar me krejt, edhe një herë ju japim formë, edhe kështu forma nuk ju prishet. Është një recetë që ja vlen me provu, pasi që do ju shijoj shumë, sidomos në kohë të iftarit. Është një recetë tepër e shijshme që do ta pëlqejnë të gjithë, pra gjithë familja do të mbeten të kënaqur me këtë recetë të bukës apo simitave të vegjël. Vazhdojmë edhe i formojmë kuleçt. Tepsien mund ta lyeni me pak vaj ose gjalp si të doni. I mbulojmë edhe sërish i la që brumi të dyfishohet për së paku 30 minuta, pra derisa të fryhen kështu. Tash kam të kuqen e vesë edhe pak qumsht, po i përzim krejt bashk dhe i lyej mbi kuleçt. Mos harroni që furrën e shporetit duhet ta nxerrni paraprakisht në temperaturë 200 gradë, së paku 10-15 minuta para se me shti bukën me pjek. Tash i hedhim farat të susamit dhe gjithashtu do hedhim edhe fara të zeza, të cilët gjithashtu do i japin një aromë teje të veçantë bukës. Pra në 200 gradë për 15-20 minuta besoj që bukën do ta keni gati. Pasi buka është pjek, është gati edhe është tepër e mirë, por edhe gjithashtu ka një aromë shumë të veçantë. Do e leni kështu, pra do e mbuloni që të zbutet dhe për pak minuta bukën e kemi gati. Kjo është receta që kishim përgatitur për sot. Mirëmbëjtje.